Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia po hap një qendër qeveritare për reagim ndaj incidenteve kibernetike, një projekt i njoftuar nga Ministria e Transformimit Digjital si pjesë e një forcimi më të gjerë të mbrojtjes shtetërore kundër kërcënimeve digjitale. Sipas informacionit të publikuar, më shumë se 1.5 milion euro po investohen në pajisjet e saj, ndërsa një pjesë e mbështetjes vjen nga Bashkimi Evropian. Ministri Stefan Andonovski njoftoi se qendra duhet i përgjigjet rreziqeve në rritje të sulmeve kibernetike ndaj institucioneve shtetërore dhe infrastrukturës kritike. Ministri i Transformimit Digjital Stefan Andonovski deklaroi se Maqedonia e Veriut do të jetë vendi i parë që do të përmbush detyrimet për heqjen e kostove shtesë të roamingut në Bashkimin Evropian. Andonovski, mes të tjera, shpjegoi se qytetarët nuk do të paguajnë shtesë për thirrje mesazhe dhe internet gjatë udhëtimeve në vende të BE-s. Ne kemi përfunduar punën tonë, e kemi dërguar tekstin për mendim dhe do ta votojmë në kuvent, deklaroi Andonovski. Ministri tha se plani mbetet i pandryshuar dhe vendi është i gatshëm të finalizojë rregullore ligjore për heqjen e kostove të roamingut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përmirësimi i kuadrit ligjor, përforcimi i kapaciteteve institucionale, mbështetja infrastrukturore dhe rritja e efikasitetit të sistemit ishin ndër çështjet e trajtuara në takimin ndërmjet Ministrit të Drejtësisë Toni Gogu me kreun e Prokurorisë Speciale Klodian Brau. Ministri e vlerësoi punën e SPAK-ut si institucion kyç në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Gogu tha se bashkëpunimi me SPAK dhe të gjitha institucionet e drejtësisë do të mbështetet në respektimin e plotë të ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë së institucioneve, duke nënvizuar se qëllimi është për një sistem drejtësie më funksional, më i besueshëm dhe më efikas për qytetarët. Bashkëpunimi në bujqësi ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës ishte në thelb të takimit ndërmjet ministrit Armend Muja me homologun e tij nga Shqipëria Andi Salla. Ministri i Kosovës Muja the bashkëpunimi me qeverinë do të fokusohet në rritjen e prodhimit vendor të ushqimit, lehtësimin e marrëveshjeve ekzistuese dhe për afrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Vendet janë importuese të ushqimit. Dhe është nevojë për bashkët që ne si dy vendet i koordinojnë hapat drejt prodhimit të më shumë produkte bujqësore për të mësuar sa më shumë të është e mundshme nga nevojat e konsumatorit të dy vendet. Ne po ashtu diskutuam pak edhe tek çështjet e komplementaritetit, se çfarë mund të koordinohet në hapat e prodhimit bujqësor, qoftë në Shqipëri apo në Kosovë, do ta vazhdojmë që të vazhdojmë diskutimin e këtij. Ndërsa ministri Salla tha se palët janë dakortuar për forcimin e koordinimit ndërinstitucional, zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe përfshirjen e bizneseve në zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy vendeve. Atë çfarë ne kemi rënë dakord së bashku për të koordinuar midis institucioneve dhe marrëveshjeve institucionale midis dy vendeve dhe dy ministrive, ku partneriteti është midis institucioneve, por edhe midis shkëmbimeve tregtare shumë të mira midis dy vendeve tona, ku kemi rënë dakord sot për të ulë në tryezë edhe bizneset dhe të gjithë aktorët cilët janë midis koordinimit të punëve dhe zhvillimit që ne do të vazhdojmë më para midis dy vendeve, por edhe atë çfarë është më rëndësishme, koordinimi i punës së përbashkët dhe zhvillimit përbashkët midis dy vendeve, ku është për të theksuar. Kryeministri i Kosovës garanton se është në kontakt me krerët e opozitës për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Albin Kurti deklaroi se me kreun e PDK-s Bedri Hamza dhe të LDK-s Lumira Dixhiku do të takohen javën e ardhshme. Gjykata kushtetuese e Kosovës me vendimin e fundit të nxjerrë për dekretin e presidentes Vjosa Osmani kishte konstatuar se dekreti nuk kishte efekt dhe i ka dhënë 34 ditë afat shtesë për zgjedhjen e presidentit të ri. Kjo pasi ka konstatuar se mes datës kur është konstituar kuvendi dhe datës 4 mars nuk ka pasur hapësirë për konsumimin e afatit 60 ditor. Kushtetuese megjithatë ka sqaruar se presidenti duhet të zgjidhet brenda 60 ditëve dhe se ky afat duhet të niset të përmbyllet 30 ditë pa i kaluar mandati presidentit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.